Një ndeshje e veçantë futbolli ka zbritur në stadiumin e futbollit të Gjirokastrës pas më shumë se 24 vitesh, me ish futbollistë të njohur të skuadrës së Luftëtarit dhe asaj të Janinës. Edhe pse shumë prej të pranishmeve pristin të rishinën në fushë ikonën e futbollit gjirokastrit dhe kombëtar, Sefedin Brao. Ai ka drejtuar nga pankina ekipin e futbollistëve veteran të Gjirokastrës. Ndeshja miqësore e futbollit Luftëtare Janina ka rikthyer në fushë emra si Boni, Liti, Shoni, Angoni, Lamaj, Anastasi, Çenko e Grabova. Dhe pas më shumë se 33 vitesh futbollisti e njohur Theodori Kalluçi. O logos po ήρθαμε στην πόλη σας. Fjala që erdhëm në këtë qytet është se Arjan Bellaj na lidh dy qytetet tona dhe kjo gjë është kryesore, thotë, sepse Arjan Bellaj, që një kapiten i skuadrës tonë, golshënues dhe ndihmoi shumë skuadrën e Janinës në arritjen e rezultateve të mira. Arsyet më të madhe do t'ja vija lëvizjes së lojtarëve, të cilët për arsyet e lirë që shkojnë nga një ekip në tjetrin, po dhe mënyrës organizimit për moshat e reja, moshat e vogla. Nuk ka një organizim të mirëfillt që një trajner të punojë me moshat caktuar. Takimi miqësor zhvillohet në vazhdim e një sër veprimtarishe dy qytetet kufitare zhvillojnë mes tyre. Por ai që ka ndikuar dukshëm në realizimin e këtij takimi duket se ka qenë ish futbollisti i njohur i kombëtarës shqiptare, Arjan Bellaj, i cili prej vitesh është një prej figurave kryesore në ekipin e Janinës. Ndeshja miqësore ka përfunduar me fitoren e ekipit të Janinës me rezultatin 4-3.